çfarë nuk është iracionale ose virtuale tek individi shqiptar në këtë bindje, në këtë psikozë që ky vend nuk bëhet, ky nuk vend bëhet, edhe gjithmonë ajo ideja që okay, nuk bëhet edhe të largohemi. Pra, besoj që ka dhe diçka reale, ka dhe diçka që është sa jes, me fjalësh virtuale është një po. Unë mendoj se njerëzit kanë frikë të ushtrojnë përgjegjësitë. Njerëzit kërkojnë vetëm liri. Në fakt nuk ka liri pa përgjegjësi. Fillimisht është përgjegjësia, pastaj ti të kërkosh liri. Domethënë duhet të ushtrosh përgjegjësitë si qytetar, përgjegjësitë si baba, përgjegjësitë si njeri i shoqërisë, përgjegjësitë si gazetar, si imam, si kryeministër. Kjo është themelore. Nëse nuk do ushtrojmë përgjegjësitë, është e kot themi që un kam lirinë të bëj këtë, un kam lirinë të bëj këtë, un kam lirinë të bëj këtë, nuk ka si vlerë, nuk ka si kuptim liria. Të shkëlqesh të profesion është urdhër hyjnor. Tani unë nuk e di. Unë me sa njohun Islamin, është e thënë gjëre gjatë në Islam. Kjo gjë që njeriu duhet të jetë kompetent, njeriu duhet ta bëjë mirë një punë, njeriu duhet ta bëjë me saktësi një punë. Do të ndihmon hoxha. Po besoj do na ndihmoj. Unë me dijet e mia modeste jam i qartë dhe jam i bindur që Islami e urdhëron njeriu të jetë kompetent. Ta bëjë mirë një punë, të shkëlqejë një profesion. Po ndoshta besimtarët muslimanë ose muslimanët të rësi nuk e kanë lexuar këtë mesazh që përcjell Islami. Protestantët e lexuan këtë mesazh që sillte besimi i tyre protestantëve. Dhe kjo është arsyeja pse ata duke e parë si urdhër hyjnor shkëlqimin në profesion, prodhuan ato shoqëri dhe ato biznese dhe ato arritje në ekonomi. Sigurisht nuk është vetëm ekonomia gjithçka. Ani ka arritje tjera, ka arritje edhe në shkencë, ka arritje në arsim, ani ka arritje në kulturë. Ka shumë gjëra të mira. Mund të ketë mira probleme, mund të mërojmë dhe mira probleme. Por vënia e Zotit në qendër të jetës njerëzve, të paktën në ato periudha, se sot është një gjë tjetër. Edhe kuptimi i shkëlqimit në profesion si një urdhëresë hyjnore prodhoi atë situatë. Më vonë kësaj lloj qasje ju bashkuan katolikët, ju bashkuan edhe entitete tjera me radhë. Është koha që ne muslimanët të cilët e kanë, besoj unë, krejtësisht organike, e kanë pjesë të patjetërsueshme të besimit vet, shkëlqimin në profesion duhet nisin të shkëlqejnë në profesione. Sepse duke u shkëlqyer në profesione, muslimanët do bëhen njerëz përgjegjshëm, do ushtrojnë përgjegjësitë e tyre. E gjitha vjen nga që ne nuk ushtrojmë përgjegjësitë tona. Shikoj mirë, unë nuk do të zgjatem, por do të them ndonjë gjë tjetër të vogël. Thuaj. Për këtë e këtu. Një autor që unë e çmoj shumë, me origjinë armeno-hebraike, si më thënë, Deron Acemoglu, rritur në Turqi. Prandaj ka këtë emrin turk. Është profesor në Universitetin e MIT-s, domethënë në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, që është një nga universitetet më të mira të botës. Ky autor është sot ekonomisti më i referueshëm në botë, absolutisht më i referueshëm në botë. Ky ka një libër Why Nations Fail, pse dështojnë kombet. I libër fundamental. Edhe thot, kombet nuk dështojnë sepse kanë pozitë keqe gjeografike. Kombet nuk dështojnë sepse nuk kanë burime natyrore. Kombet nuk dështojnë sepse ju ndodhi një luftë. Kombet nuk dështojnë sepse pat një fatkeqësi natyrore. Absolutisht. Kombet dështojnë në momentin që nuk ndërtojnë dot institucione përfshirëse. Gjithë përfshirëse. Kombet dështojnë sepse ndërtojnë institucione përjashtuese. Çfarë është një institucion që përjashton? Është një gjykatë që bën padrejtësi. Është një kryeminist që bën padrejtësi. Është një imam që nuk ushtron përgjegjësinë e tij. Është një mësues që nuk ushtron përgjegjësinë e tij. Këto janë institucionet ja të marrim Kosovën, me që unë e njoh në mënyrë modeste, po do ta them këtë gjë. Në Kosovë ka një islamofobi në gjendje dramatike. Është qesharake për të gjithë autorët që e njohin çfarë është islamofobia, çfarë është Islami, çfarë është shoqëria, çfarë është demokracia, që të kuptohet pse ndodh kjo gjë në Kosovë. Në Kosovë ka gazetarë, në Kosovë ka gjasë profesorë universitetesh, të cilët fyen Islamin, fyen njerëzit, i quajnë qelpsira, e quajnë Islamin pa pranueshëm me demokracinë, e quajnë Islamin ardhe nga shpellat, e quajnë Islamin një gjë të re. Këta janë ekstremistë përfaqësues, dhe këta bëjnë si perëndimor. Në fakt perëndimi është përfshirës, prandaj është zhvillu. Tash këta shikoj çfarë lloj kaosi total në mendjet e tyre. Janë përjashtues në ekstrem në emër të perëndimit, që perëndimi është përbashkues. Një paradoks i çuditshëm. Është paradoks jashtëzakonshëm. Por mund të ketë edhe brenda nesh muslimanë përjashtime. Domethënë, ose qasje përjashtuese. Në momentin që do ndërtojmë institucione që përjashtojnë, ne do jemi edhe më keq, edhe do themi gjithmonë duhet ikë nga Shqipëria dhe nga Kosova. Në momentin që do ndërtojmë institucione përfshirëse, do bëjmë demokraci, do bëjmë drejtësi, do jemi drejtë, do jemi edhe muslimanë të mirë, ata që janë krishterë do jenë krishterë të mirë, ata që janë ateistë do jenë ateistë të mirë. Nuk do jenë ateistë përjashtues, nuk do jenë krishterë përjashtues. Kjo është e gjitha. Deron Acemoglu ka marrë shembuj vende, ka studiuar me radhë, pse për shkak ka dështuar Argjentina, një vend me mrekulli natyrore, me pasuri të pafundme. Pse ka dështuar Brazili, një perlë natyrore. Pse dështojnë vendet e Afrikës? Edhe pse nuk dështon Kanadaja?
për shembull. Janë këto arsyet. Kanadaja ka ndërtuar institucione përbashkuese edhe paqëtuese. Pse nuk dështon Norvegjia? A dini që në Norvegji ka dhe policie që rrin me shami, respektohet deri në këtë mas besimi i tjetrit? A dini që në Kanada ke profesor, ke studente muslimane që e shprehin besimin e tyre në mënyrën më të lirë të mundshme, po ke edhe student të besimit hindu, po edhe të besimit shintoist, po edhe të besimit e tjera që në lirinë e tyre të plot e praktikojnë në aura publike, sepse laicizmi dhe sekulariteti nuk janë përjashtuese, përkundërsi janë pasi hapësira përbashkuese të gjithë. E qartë. Mirë, atëherë, mirë, le të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe pastaj do kemi edhe një bisedë me ty, duke u nisur nga o xhinderuar, duke u nisur nga këto që tha Fitimi. Publicitet.